pra vetëm praktikisht në një klasë sa kanë votuar qytetarët, janë manipuluar 2444, përderisa mund ta them se në regionin ton ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pakeqpërdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2400 vota. Për ta pasur edhe më të qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keqpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve. Do të ishte e pamundur të ndryshoheshin gjithë këto vota, po të mos kishte kompromis të gjithë komisionerëve atyre që kanë qenë të deleguar nga 4 partitë më të mëdha politike në Republikën e Kosovës. Sepse sistemi është i tillë që komisionerët në një mënyrë janë mekanizëm kontrollues. Andaj, secili prej tyre ka rolet e veta, andaj në fund proces verbalin e nënshkruajnë të gjithë për ta legjitimuar. Pra, secili komisioner nuk do duaj sipas rregullores as të numëronte e as të regjistronte vota, por se kjo në bazë të hetimeve deri tanishme rezulton që ka ndodhur e kundërta. Ky hetim ka qenë i mirë planifikuar edhe me koordinatorën nacionale të zgjedhjeve, me prokurorën e zyrës kryeprokurorit të shtetit me zonin Laura Pula, si dhe me ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të shtetit zotëri Agron Çalaj. Qëllimi ynë, përveç misionit dhe obligimit ligjor, për ta shtrirë lishmërinë në çdo rast ku cënohet ajo, është edhe preventiva gjenerale. Duhet ta dinë nga ky moment dhe nga kjo datë edhe herave tjera që kushdo që guxon të i fut duart në vullnetin e qytetarëve do të ballafaqohet me forcën e ligjit, njëjtë sikurse si janë duke u ballafaqoar sot një pjesë e madhe e siç patjetër do të ballafaqohen edhe shumë tjerë sepse nuk mbaron me këtë numër të sotshëm. Sot 4 prokurorët e Departamentit Krimeve të Rënda janë marrë me procese dhe kanë dalë edhe në stacionet policore dhe kanë lëshuar 109 vendime për ndalim. Pra deri në momentin që po flasim, i kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishfetit. Pra sot kemi pas edhe situata ku kemi fituar edhe dëshmitar bashkëpunues, kemi pas situata ku na kanë treguar se si kanë ardhur presionet dhe kemi pas situata pra që kanë treguar edhe kush ka marrë dhe nga kush ka marrë edhe rishfet.